Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita mori pjesë në ceremoninë e rivarrimit të dëshmorit të Adeut Novruz Cenelia, efektiv i rënë në krye të detyrës në Fier 2 vite më parë. Gjatë fjalës së tij, Hita vlerësoi lart sakrificën e efektivit, duke theksuar se Novruz Cenelia nuk përfaqëson më vetëm emrin e një inspektori policie, por tashmë është pjesë e panteonit të nënës Shqipëri si simbol i shërbimit dhe integritetit në detyrë. Ai e cilësoi ceremoninë jo thjesht si një akt shoqëror, por si një kujtesë dhe betim për shoqërinë shqiptare, për respektimin e sakrificës së përditshme të punonjësve të policisë që shërbejnë në mbrojtje të rendit dhe sigurisë publike. Nga ky vend solemn, ku nderojnë heronjt, sot do t'i përcjell një mesazh të qartë të prerë, të patundur kujdoj që guxon të vlerë dorën mbi uniformën e policisë shtetit. Kush prek një punonjës policie ka goditur vetë themelet e shtetit. Kush sulmon këtë uniform ka sulmuar rendin, sigurinë, ligjin dhe bashkëtesën qytetare në Republikën e Shqipërisë. Krimi mund të na shkaktojë dhimbje dhe mund të na marrë jetën, por kurrë asnjëherë nuk do arrijë të na gjunjëzoj, të na zmbraps apo të zbe forcën e reagimit tonë. Çdo dorë që ngrihet mbi uniformën e policisë do të ndesh forcën e pamëshirshme të ligjit dhe arresën e turpshme të historisë. Ceremonia e rivarrimit u zhvillua në praninë e familjarëve, drejtuesve të policisë dhe përfaqësuesve të institucioneve, ku u theksua vlerësimi për figurën e dëshmorit dhe kontributin e tij në detyrë. Në përfundim të fjalës së tij, Hita i bëri thirrje shoqërisë për më shumë respekt ndaj uniformës së policisë, ndërsa kujtimi i Novruz Cenelias u ndërtua si një simbol i sakrificës dhe përkushtimit ndaj detyrës së shtetit shqiptar.